Pra jemi rikthyer të nderuar të shikues të hallet tona që janë halle më të mëdha, edhe pse Amerika është një kontinent dhe ne jemi një fshat, hallet tona janë më të mëdha se hallet që ka Amerika. Sistemi drejtën preçë, hallet tona janë, ne jemi shumë halle më dhënjë. Si thë halle kjo dunja. Shumë halle më dhënjë se sa Amerika që është kontinent, bile më halle më dhënjë se Kina. Dhe tani ne në këtë pjesë do të flasim për Adriatik Lapa i ka viruar qendresën përballë kryeministrisë, aty është gjithmonë, nëse është në lidhje, ju do më thoni, po na pris punë nëse nuk është, se prisja e punës është gjëja më e thjeshtë në këtë botë që jetojmë. Një dije në përplasje që ka ardhur policia aty dhe ka ndryrë dhe me forcet gjithë që një bombull i ka rënë në kokë dhe tashmë ndodhet në spitala, po është te sheshi. Nuk më shkrua njeri gjë, kur mos shkrofshi, që do të them tani? Te sheshi ishte, po. Ishte te sheshi? Po ishte, po. Te bulevardit. Po mos po flet për një. Nuk po e hap. Që bere. Nuk po e hap, mo. Hape atëre thuaj, dikush nga ti thot të hape telefonin zotri se nuk të marri më kur, pastaj po nuk hapit. Pra, është ndruar, kemi vetëm një spostim, zoti Andi Tela është, faleminderit zoti Tela, gëzuar për shumë vjetë. Mirë kalove? Mirë. Vit? Apo fjete? Ja, nuk fjete. Unë fle shumë në gjatë vitit ri. Shtë kënaqësi. Shonë, mirë. Po. Atëre, Lapa në të anisja unë, por tani edhe këta janë bërë si politikanë preqë të shqyqysh zotit që nuk ndenje politikanëve, se do ishe bërë mashtrus, i nivelli shumë të lartë. Të kanë shpëtuar librat e para, dhe e dyta që nuk jenë politikë, sepse preqë në qofë se ka mashtrus në Republikën ku jetojmë, ja rasti Lapaj të se Lapaj nuk është asjerë mashtrus. Po politikanë shqiptarë, o ka mashtrus këtu, o nuk kanë botë. Unë do të rrijem politikë vetëm si që njësë, si qishe. E, po ndaj të kam përzenë, se ke patrat me... Jo, s'do rrija, se do ikja dhe këmë të kanë... Kishë selekcion aty. Ma ke thënë disa jakë të kanë përzenë. Tani... Dhe vetë, ma shumë se më kanë përzenë. Që me ndoni ju për këtë, se pas të në qëse i nuk paraqitet? Ja, doli. Doli. Ore, ti ka që halë e ke sa me zidele, vëlla. Qa është kështu? Ska zë. Ore, s'ka zë, zoti Lapaj nuk ka zë, i kini hequ zërina. A e ka heqë qeveria, se kjo qeveris të jo pa zë, po ti heqë të gjitha tani. A më të gjonë? Mos e ke bërë mjut. Aparatin tënd. E kontrolon dhe një regjia. Diçka po ndodh aty. Si me ndoni ju tani këtë procesin, Lapaj aty mbeti gjithë kohën. Çdo pa i thonë. Nja është personazh për ti. Për stilin të. Jo, për mua, unë ju kam tiru që të flisni në zotri. Këtë proces tani se aty zhvillojnë dy gjëra. Lapaj mungon aty vetëm në momentin kur hynë Partia Demokratike. Çdo të janë, doktori vjen edhe flasin ata aty. Foltoria, bën bisedën, njerëzit që kanë ardhur nga të ndryshëm, janë të ndryshëm, vinë ata, flasin, edhe largohen, dhe roftë Berisha, thonë të gjithë, ata që flasin lartë, roftë doktori, dhe largohen. Tani, që me ndoni ju tani? Edhe ikën këta, kthehet Lapaj, dhe aji i gjithë kohën aty. Qa është kjo tani? Ore, mos e do kështu këtë mënyrë kjo, e drama këtë gjë. Mos i bën punë kjo gjë kështu. E ndimon e ke lafin, po i prish punë? Mos e ndimon. Po doktori një anë që kap vendin aty me një 30-20 vjeta, deri 100 sa ven ata, dhe pas arrit e Lapaj aty. Si bet? S'kinja si mendima? Dhe me theme pas kanë futur kotën në këtë pjesë. E në tonë? Shpëto situatën? Të shojmë të, nuk e di, unë mendoj që prania e shpesht e policisë aty të regon që nuk e përqenë shumë, që janë ata protestusit. Sidomos këto përplasjet me Lapajn,
s'kanë qenë shumë të arsyeshme. Pse duhet shkoj policia për shkakun për të hequr këto ngroset me gaz nga bulevardi. Pra çfarë vlere ka? Kështu që këto nuk e dim sa është ndjeni Rama të këtyre përprasjeve. Këto janë përprasje që tregojnë pak zemrim, pak mungesë komoditeti nga kryeministri, nga qeveria. Sepse një qeveri që nuk do t'ja di fare për ata që rinë poshtë, siç e tha Rama në konferencën e fundit të vitit, që ata kanë detyrën të rinë aty, unë kam detyrën të rinë zyrë, nuk ka asnjë arsye të merret me 20 protestuesit apo 30 protestuesit apo 200 protestuesit që janë poshtë, apo dhe 2000 qofshin apo 20.000. Mendoj që konteksti i protestave është ajo që shqetëson opozitën, në mos protestat në vetvete. Sepse për numrin e protestuesve ka shumë njerëz që thonë që janë skeptik, dyshojnë që mund të kenë fuqi këto protesta për të rrëzuar qeverinë. Por konteksti kur qeveria është përballë një betejë me drejtësinë sot, në dy çështje shumë të rënda korrupsioni, dhe ku duket se Rama nuk po e kontrollon dot të segment drejtësisë, këto protesta duket se janë të lidhura me këtë proces. Pra duket se ka një proces, se ka një, si themi, një organizim, një sabotim që po i bëhet qeverisë së tij për ta rrezuar sa më shpejt. Dhe unë besoj që në këtë kontekst ai sigurisht që nuk është i qetë dhe këto reagimet policisë tregojnë që mungesë qetësie nga qeveria. Tani zoti Lapaj ka gati një muaj që qëndron aty para kryeministrisë me njerëzit e tij. Sigurisht Ramos i shkon për shtat fakti që nuk ka shumë njerëz bashkë me Lapajn që të qëndrojnë para kryeministrisë. Pyetja është që policia pse duhet të shfaqë këtë formë agresiviteti ndaj Lapajt dhe njerëzve që po qëndrojnë para kryeministrisë me një çadër të improvizuar, me 2 ngrose gazi, dhe pse duhet krijoj ato skena, pra 20-30 policë, më tepër se numri njerëzve që qëndronin atje, duhet shfaqen ato shenja agresiviteti. Ata 20-30 policët që shkuan të dielën te Lapaj dhe prishën gjithë skenën përpara kryeministrisë, fare mirë policia mund t'i përdorte për t'i çuar te segmenti nga Prrenjasi në Elbasan, ku 10 mijëra njerëz heqin picir për të lëvizur në një rrugë kombëtare. Nga Prrenjasi deri në Elbasan ti mund të shohësh gjithsej 5 policë që vetëm prishin punë, nuk rregullojnë punë, dhe është 30 policë që të shkojnë para kryeministrisë për të mos prishur dekorin festiv të kryeministrit. Kjo është pikpyetja. Pse duhet tregohet agresiviteti ndaj disa njerëzve që vetëm po qëndrojnë atje, s'po vijnë asgjë tjetër përveç se po qëndrojnë? Pse thua, po ti ke kuptuar gjë, pse e bën? Nuk i gjej një arsye fakti që policia shkon atje me furgon, i merr me forcë, u merr mjetet e tyre, i kishin marrë çantat, i kishin marrë ngrohtë. Ja të lidhemi pak me zotin Lapaj se, ore, ky tani sigurisht edhe në Amerikë ti ishte kaq larg. Ku e keni më? Nuk është Lapaj këtu më, zotrini. Këto janë skenat e protestës. Këto janë të vjetra. Më shkruajtën që është. Ja, Ja. Zoti Lapaj, mirë mbrëma, gëzuar vitin... Gëzuar. Ore, ty ta hodhën kokat e apo të ra që i në spital? Dhe qisha jo? Ta erdhën si barbar, të roqën plasmasi që e lidhur me ato, që e ngjitur me ato ngroset për të mos se marrë era, për të krijuar një farë qëndrueshmërie të asaj tëndës që kishim krijuar, dhe ato ranë një nga një dhe me fuqinë e tërheqjes na vun para, si ti më thënë. Se dicigjova unë nga dikush nga ta, po s'ta them se dikush, dhe me thënë nga niveli poshtë aty që kanë qenë, si shpëtuam nga kjo njeri që nga me fat thanë. Se mund të kishte rënë edhe aty, se aty të bëjnë edhe dermanin atare, që të kere dhe qarkë. Si ka vijuar protesta tani këto ditë dhe që keni ndërmend të bëni në vazhdim? Se duke tani se, a ka në një zhvillim o zotri, se po ndonjë aty mund të rishtë dhe gjithmonë, po qëfar? Po ju jeni dëshmitar të dhunës barbare të djeshme
pas protestës së dytë, që nga sa duket numrat po shtohen, edhe pse unë nuk është se kam shumë e merak atë pjesë, me thënë drejtën se cili e di vetë atë punë, po e patë përplasjen masive dje, 300 policë sollën për 2 tënda përballë 30 vetave. Pastaj pasi mbaroi ajo, në mes të natës në mënyrë skuzse, si skuza, sollën 60 policë për të prish për herë të dytë tëndën. Tani, nëse ju duket që Edi Rama është rehat dhe vjen për sport, dhe sjell 300 policë për të goditur të që ne po bëjmë, atëherë mund ta mendoni, po unë them që kjo e ka shqetësuar aq shumë sa ai po del nga vetja dhe po bën gjëra që nuk duhet i bënte. Po, Abileka, se sigur kishe ti diçka dhe të thoshe. Unë thash për këtë kontekst, kjo është paka shumë ai po thotë dhe zoti Lapaj, Po? që kontekst që kjo që po ndodh, atë e ka nxjerrë pak nga vetja dhe ka humbur qetësinë. Por a është ky moment oportun, duhet të pyes zotin Lapaj, është ky moment oportun që bashkohen forcat tani, meqense duket që qeveria ka humbur qetësinë? Të bashkohen forcat me gjithë opozitën. Dhe Po, për shkak të një konteksti të favorshëm, opozita mund të arrijë diçka. po zoti Abilekaj, është detyrë madje e të gjithë qytetarëve në opozitë, nuk dua t'i ndaj sipas partive, po dua të them çdo qytetar në opozitë duhet të përballet dhe të jetë përballë këtij njeriu i cili kërkon të vrasë çdo qeliz lirie në këtë vend dhe ja ka dalë. Ai ka dalë nga vetja, nuk shiqet sepse protesta këtu pandalim që i bërtet poshtë zyrës vetë, duke i thënë që drejton qeverin më të korruptuar në Europë. Sigurisht që është një gjë që i shkthye në maks, me thënë të drejtën. Dhe dje lukuni policie si nuk që pa ndonjëherë, ju i keni parë pamjet, erdhën dhe në mënyrë qesharake, se është qesharake, po ziheshin për 2 tënda nga 3 metra, nga 9 metra katror se cila. Dhe unë të them që pasi na e prishën tëndën, unë sot ndodhem në shi, nuk e dine e daoni ku jam, ka po të qohem. Unë jam këtë e kryeministria, jam në një çadër, ja urdhon, me çadër, dhe në një karrige, përballë zyrës të këtij. Çadër kështu, që të shiut, jo çadër të bashkë. Çadër shiu, ja si ky zot, ja si Fonsi këtu, ja urdhon. Shikoj Fonsi. Qartë. Po, jam ullur këtu në një çadër për turbin e Edi Ramës, se nuk besoj se ka njëri dyshime që unë kam ku vlë. Po jam këtu si dëshmi e rezistencës përballë një njeriu që erdhi si shpresë dhe është kthyer sot në simbol të korrupsionit dhe të makutërisë. Është kthyer sot në simbol të dhunës. Ai që e soi standardin e çadrave në këtë bulevard dhe ai vendose një çadër që zinte mira metra katrore, mbani mend ju si e bllokoi Tiranën. Ai që bllokonte rrugët, autostradat e diqte goma, sot ka lemeri nga vendosja e 2 çadrave të vogla këtu, secila nga 9 metra katror, sepse ai njeri nuk ka qenë kurrë i sinqert me këtë vend. Është thjesht drejtues si një organizate që ka marrë peng Shqipërinë dhe e vjedh nga mëngjesi deri në darkë. Për t'ju përgjigjur zotit Abilekaj, unë mendoj që të gjitha forcat opozitare duhet jenë në shesh përtej flamujve partijak, nën flamujnë kombëtar përballë regjimit të Edi Ramës, që është një regjim që edhe pse njerëzit nuk e pas kanë marrë seriozisht më parë, është realisht një diktaturë. Zoti Lapaj, mendoni ju që mjaftojnë protestat që të arrini ato 3 pikat që keni kërkuar? Pra, mendoni që zoti Rama do të rishet vetëm nga protestat, sa do të mëdha të bëhen, sa do të bashkoheni me partitë e tjera ose me Po të vini, unë për ju zoti Abilekaj, kam një respekt të veçantë jo për gjithë analistat, me thënë drejtën, se një pjesë e analistave dhe jo një pjesë e vogël, po një pjesë e madhe, i shërben pushtetit se paguen nga pushteti, po për ju në veçanti kam respekt në të drejtën.
unë di të them që nëse ti, ata si ty, ajo pjesë e shëndetshme e shoqërisë, e gazetarve, e politikanëve, e arsimtarve, e doktorve, e avokatëve, noterëve me radhë, inxhinierëve, marrin përgjegjësinë që u takon dhe dalin përballë hajdutërisë. Ky nuk e bën 15 në zyrë, nuk e bën dot. Po të vinë këtu e të rrinë këtu pa ndalim e qytetit mos i më, ky nuk e bën 15 ditë në zyrë dhe ky do të kthejë një standard shumë të madh për këtë do të vinë nga pas për të kuptuar që kur qytetarët dënohen në thelb, ata dalin edhe ti ikën. Por e dakord jemi ne, po tani këtu ndesa je progat e ndrimeksin i qose vimrim aty ditë natë, olla. Qa të bëjmë ditë natë në aty? Ore, qa do një qësh kërkesat helpsore, se sa ko u be aty? Sa ko u be? Ti zoti Rakipi e ke rogën goxhat mirë edhe mund të rezistosh 2-3 muaj, jam i bindur për këtë. Që të rritë 2-3 muaj? Po janë dhe një parok, po që për janë 2-3 muaj? Pa tjetër, shundërtojnë demokraci dhe republikat. Po qa të bëjmë, o zotri, qa është kërkesat helpsore që ju keni? Që të hajde po vi për ta kërkuar. Çfarë është kërkesa kryesore? Dale. Kërkesën kryesore e ka artikuluar 2-3 ditë përpara dhe thot që të vendoset, të caktohet një qeveri tranzitore, 12 mujore dhe të përgatiten zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra të ketë një mënyrë për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Tani këtë tezë e artikuloi dhe zoti Berisha. Dhe pyetja për zotin Lapaj është duhet ketë një bashkim të forcave opozitare për të organizuar këtë protestë që kërkon, apo se cili me istikamin e ti bën atë që mendon, ti mbledh disa njerëz, dhe mbledh disa njerëz, Agron Shehe nga ana tjetër mbledh disa njerëz, pra kështu si ishu të veçuar, duket sikur nuk ka rezultat. Kur zoti Berisha thotë që të premten do mbledh partitë e opozitës dhe do diskutojmë se si duhet të reagojmë ndaj qeverisë. Partitë e opozitës ka Fatmi Mediu këta, nuk ka këta. Dakord, pra, po ftesa është për të gjithë. A i përgjigjet ftesës së tij zoti Lapaj ose nga ana tij, a ka një ftesë ai për forcat të tjera, pra për një bashkim të forcave opozitare, jo thjesht ja të përgjigjes. Kam një ftesë që kam 4 javë që po e bëj. Çdo njeri që është në opozitë me regjimin e Edi Ramës duhet jetë në këtë shesh në një flamur, flamurin kombëtar. Ka nevojë për shumë negociata kjo punë, është e thjeshtë. Flamurin kombëtar përpara dhe të gjithë o burra kundër atij që po na shtyp, po na vjedh, kaq. Kaq është shumë e thjeshtë. Sepse flamuri kombëtar na bashkon. Ai socialisti që është i zhgënjur me Edi Ramën vjen sepse thotë jam në flamurin kombëtar për një kaos të drejtë. Ai demokrati vjen se thot jam në flamurin kombëtar në një kaos të drejtë. Ai njeriu që nuk merret fare me politik vjen se thot jam në flamurin kombëtar me një kaos të drejtë. Kështu që unë kam thënë, flamurët të selit, partinë të selit, sot nuk është koha për partinë, sot është koha për Shqipërinë. Ka një kohë për partinë, ka dhe një kohë për Shqipërinë. Na duhet masivisht kundër Edi Ramës, i cili është një njeri që trëmbet nga 2 çadra të vogla. Trëmbet nga 2 çadra të vogla, imagjinoni këtu të bëhen mira njerëz të cilët rrinë me qindra dhe të ngrihen 10 dhe qindra çadra. Dhe t'i rrinë poshtë zyrës, dhe ta rrethojnë dhe t'i bëjnë thirrje gjithë vendit të çohet masivisht kundër tij. Për të bllokuar gjithë sektorët e jetës, përveç atyre që janë të një rëndësie strategjike si që mund jenë zjarë fikse të aeroportet të mëra, për ta ndalur këtë njeri. Ti, do me thënë, thua rreth flamurit kombëtar, të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, me hymnin e flamurit. Absolutisht po. Me këtë këngë dhe absolutisht po. Nuk e çan mendere njeri fare për këtë punë. Dëgjoj mua. A mund bashkoheni ju o zotri me njëri tjetrin dhe ti merrni 100 flamuj që kanë shqiptarët, 1000 flamuj që kanë, se ka se cili flamur. Për shembull, edhe Partia Demokratike të pranon vetëm flamurin e Amerikës. Edhe ti, ndoshta vetëm flamur, ndoshta edhe sa pranojnë dhe flamurin kombëtar, se vonë kemi bërë këtë flamurin që kemi sjell. Tani, unë kam idenë që ju po e fshini këtë mo zotri. Idenë e bashkimit, se unë edhe të tjerë ti tres këtu, se ty s'ka mundësi tani të tres vetëm nga aty, po partitë e reja të tjera dhe thonë jo,
me Sali Berishën nuk bashkojnë. Mirë po tani, Sali Berisha jo, me Grënshen jo ti, ose tjetri me Qori me këtë jo, ky me këtë jo, atëre si bet, se ju s'kinjas, ju tani, pavarësisht skandaleve me këtë gjendje të mëdha të qeverisë, ju nuk ka masivitet fare. Ju jeni shumë pak njerëz aty dhe Edi Rama tallet të pastaj. Thotë, ama këta më kaq, dërgon atë ai, ta lëshon dhe qëllimisht atë mbrapa kokës të dritave çfarë ajo që ta hodhën ty, atë Nëse se me atë, ai është sot ai darkë edhe të pinoj gotë verë, të bëjmë mirë, se me atë histori nuk shkon aq lehtë ajo, nuk është aq e thjeshtë. Po nejse. Cilë një histori jo? Po zotri, po nuk jam njeri pa njeri jo, pse ç'kujton ti? Po tani, dakord, më dakord. Po tash njeri pa njeri çdo më thon. Pra kush është njeriu tjetër që mbështet? Jo. Ose organizata tjetër që mbështet? Njeriu mbrapa kokës po thotë. O zotri, nuk mundet të vi mua policia e shtetit si band edhe të më rrezikoj jetën, ndërkohë që jam duke protestuar si njeri i lirë, s'bëj asnjë krim dhe të trajtohet sigurisht thjesht një çështje kështu kalimtare. Mban përgjegjësi Edi Rama dhe familja e tij drejt për drejt zotri, po më ndodhi gjë mua po të them. Ore pres se e kupton ti këtë tani. Se nuk ja ka bosh, as nëna ime, as babai im, as unë. Se në mënyrë demokratike u largua ai ti mbete këtu olla. Si e kupton ti këtë gjë olla tani se ti ke qenë në të gjitha proceset e demonstrimeve, të revoltave, të përplasjeve. Ke 35 vjet olla që merr pjesë. Këto tani fenomenin e fundit, rastet e fundit, si i kupton ti? Thuaja pak dhe... I kuptoj si një drejt e opozitës për protestuar sa herë doj, kur të doj, se cilë opozita e Ka drejt në vetë dhe kaj të. Është e drejt që e demonstroj. Nuk është dhe një drejt në letër, është një drejt që vazhdimisht demonstrohet. Dhe Shqipëria është një vend që shquhet për numër madh demonstratës në numër demonstratës. Si numër i madh thua ti, e para. Po jo, po edhe bota nuk është se i bën të plotat më dharë. Ka dhe 10 veta në demonstrat. Po unë them këtë që... Janë vetëm politike. Unë them këtë nga ajo përvojë që kam unë që... Mos e iq Ka lapën. shumë kohë që opozita ka tani bën që në 2014 që një gjë kërkon, heqen largimin e Edi Ramës. Dhe ka se cile opozit, ka startuar kështu, opozita e Lulzim Bashës ka startuar me kërkesën për largimin e Edi Ramës, bile janë bërë dhe bojkot parlamentit, deri tek mos hyrja në zgjedhje nëse nuk iket Edi Rama, atë ky është një refren. Që opozita mund ta mbajë, çdo opozit mund të kërkojë pafund vazhdimisht largimin e kryeministit. Dhe prandaj është opozit në fund herës. E njëjta histori, po kjo është bërë një rutinë për mendimin tim, është bërë një refren, se si na të prallën me ujkun, që edhe kur vjen tamam momenti që vërtet e meriton ai me ik, tash njerëzit nuk shkojnë. Pse? Se kanë shkuar shumë përpara. Qindra mijë, o protesta madhështore janë bërë, domethënë opozita i ka pri qytetarëve duke u premtuar se sot është dita e betejës finale. Dita e zemrimit madh, takimi sot e hedhim, do ta hedhim etj. Kjo është një defekt në nivelin retorik, mendoj unë, nuk duhet me premtu shumë, duhet me premtu çfarë është realiste. Unë them, zoti Ylli, që qeveria, një qeverie, largohet në këto kushte. Qeveria jonë në këtë rast, thoti. Qeveria largohet në këto kushte. Kur ka 100-200.000 njerëz që dalin në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë dhe kërkojnë një zëri, të krijohet një situatë kritike, një pjesëmarrje kritike që pakson ajrin e opozitës, e qeverisë. Dhe ky quhet paksimi i ajrit nga një prani madhështore. Siç ka ndodhur, edhe në Shqipëri kemi pas raste. Për shembull, ka rënë qeveria Fatosnanos në 91-shin, sindikatet e pavarur në Shqipëri ngritin rreth 800.000 njerëz, që u ngritin në gjithë Shqipërinë. Çfarë ishin si ishin? Ishte situatë tjetër, por duhet të them që pra një rrugë për mërzdu qeverinë është kur dalin... Grevërisë për minatorëve ishin... Ato ishin para roja. Ishte shumë e rëndë. Një qeveri se merret për... Para roja. Ka pas dhe raste tjetër. 2. Është kur qeveria humbet numër në parlament. Më thënë qoftë një qeveri humbet nuk ka shumicën dhe ajo është një mënyrë për të arzuar qeverinë që nuk duket se ka gjasa në Shqipëri.
3 është në rastin e qeverisë tonë tani, me qenë se dhe në pjesën e parë të emisionit ram dakord në një pikë edhe me zotin Hila që ne jemi një vend i vogël, por vend aleat them unë, klient thotë ai nuk ka ndonjë problem çështja e termave, por Shqipëria ka një për shkak të madhësisë dhe të raporteve që ka krijuar me perëndimin, një gamës raporteve me perëndimin, ka një ndërvarësi shumë të madhe çdo gjë në Shqipëri nga ajo që thot faktori ndërkombëtar. Bim dakord për Qartë. Tani, pra, përfundimisht thua ti... përfundimisht është që qeveria mund bjerë për shkak pra të kësaj game dhe ndërvarësie. Asnjë nga këto kushte nuk ekziston thua ti. Ja, prit, ndërvarësie... Po jo, po do ta thuash që ta... Do ta them tani. Se po pra mund bjerë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mbajnë qendrim. Mbajnë qendrim thua ti. Dhe kërkojnë që kjo qeveri nuk po përmbush asgjë. Ti thua që pas Maduros të merret me Shqipërinë, të ketë kushti thua. Po them prit se ato kanë prit. Tani, çfarë ndodh në Shqipëri? Për sa i përket korrupsionit, SBA-ja dhe Bashkimi Evropian i kanë adresuar gjithë ato shqetësimet, kërkesat e tyre tek drejtësia, tek SPAK-u. Nuk ja kanë adresuar tjetër kujt. Dhe ajo po punon. Dhe praktikisht SPAK-u po avancon gjithnjë më shumë në luftën kundër korrupsionit. Kjo është e para. Do të thënë Amerika thua ti nuk e dyta me Shqipërinë në SPAK-ut. Për momentin çdo gjë merret vesh nëpërmjet SPAK-ut. Çdo gjë që e Amerikës që ka lidhje me Shqipërinë i jepet SPAK-ut. Domethënë është i pari që Lapaj dhe këta, po jo, presin kohë. Lapaj është në drejtën ti ikë nga sheshi. Lapaj po bëni... Jo, vetëm SPAK-u e pas ka të të... Lapaj po sakrifikon, bile jam dakord me Alibej, me Eltonin që tha, është një marzi që shkojnë policë aty pa fund, a Lapaj është duke bërë si ka qenë dikur një kryetari Partisë Radikale në Itali, Marco Panella, për shembull, që ishte... Panella, po. Ishte shumë i afirmuar për gjetje. Edhe për rezistencë, edhe ajo është një gjë që e zbukuron, si me thënë... Lapaj ka bërë gjetje, thua si. Pejsazhin e protestës. Po unë duke folë tani se si ikën qeveria. Për faktin që, ka rëndësi që të po them, SBA-ja dhe BE i kanë adresuar këto probleme që ka sot Shqipëria madhore të korrupsionit, dhe të krimit, të SPAK-u, dhe në shtëpinë në Departamentin e Shtetit pritet kreu i SPAK-ut, zyrtarët amerikanë takojnë krerët e SPAK-ut, vizitojnë SPAK-un. Edhe ligji i Kongresit Amerikan adreson çështje që kanë bëjnë me SPAK-un, ata kanë gjetë instrumentin. Në qovë se Rama, tani, pra, po të thotë, zoti Lapaj që paka shumë po në thotë ne, Prezi po në tregon ne që e ka gjetur zgjidhjen të SPAK-u Amerika, nuk ka lidhje me ty që ke dalë aty, rinë shesh, edhe doktorin foltore, edhe Qori apo tjetrin... Se unë jam këtu vetë, fjallët e mirë. Lapajt unë e përzoj për atë që po bën. Kam njerëz të afërt mi që shkojnë atje. Por problemi po flasë, Lapaj ka atë probleme që e thasht para nënë, por nuk e ka për ti. Qëse s'dalin 100, 200.000 vetë, qeveria nuk janë lidhë. Anë është pyetje për ta. Dakord jam unë me të qenë. Prit, ta mërë këtu. Tani, çështja e Edi Ramës, për mendimin tim. Unë jam me atë që Edi Rama nuk e ka më ndorë fatin e tij. Por... Ila kishe gjetim, duke. Jo, s'kisha asgjë. Nëse do flasim për një sekondë më. Se kjo është shumë rëndësishme, Ylli, që nëse duam ta kuptojmë a do ikë Edi Rama apo jo, që është shqetësimi i opozitës dhe një numër të konsiderueshëm njerëzish në Shqipëri, shumicë janë antiqeveritarë në fakt. Kjo lidhet me këtë që po them të fundit, që nëse Edi Rama do t'i bëhet pengesë drejtësisë, nuk i është bërë deri më sot, ka disa shenja tani, po atëherë do ketë një tjetër do me thëmë po së këtë SPAK-u kundër Ramës, po atë s'kemi gjë. Dhe në qoftë sa ai do t'i përfshirë vetë, pastaj që absolutisht nuk e ka jetë, mjaftojnë 2 fjalë, jo një operacion, mjaftojnë 2 fjalë për ta rrëzuar Edi Ramën. Pra është e varur nga ndërkombëtarët, por ndërkombëtarët tjenë binë të themi një gjë të fundit, nuk do të nxitonin, thoshtin fjalën e fundit, pa u siguruar për 3 gjëra. Du me bë politikë. 1. Sigurohen për agendën antikrim dhe antikorupcion në Shqipëri. 1. Që të vazhdoj edhe Ramën. 2. Për agendën e integrimit Bashkimit Evropian. 2. 3. Të shfaqet alternativa. Nëse nuk
Ata nuk mund t'investojnë për që një vend kaos, sepse atërës do ishin vend e Më mikë. thënë, paka shumë, mungon alternativa, thotë Zotin Preç. Shfaqe. Nuk po Unë do shfaqet. flasë unë që t'i se po e mbaj në... E kam këtë kamerën në dore dhe... Do me më kuput krausi, me thënë. Vazhdo. Ç'mendon tani këto që ta Preçi? Dhe i thanë formë diskutimi, po shtroj disa pyetje në këtë diskutim që beri. Zoti Zogaj bëri një analizë që unë e vlerësoj edhe nuk është e gabuar me të drejtën, ka shumë element të vërtet brenda, po ato nuk e përjashtojnë këtë që po bëjmë ne, sepse ne këtu në fakt kemi dalë eksaktësisht kur bëj presion ndaj gjykatës kushtetuese. Ne këtu kemi dalë në mbështetje të fakut. Ne këtu kemi dalë për të bërë atë që thot Zoti Zogaj, që njerëzit motivohen dhe të mos mendojnë që duhet të na e sjellin të gjithë gjën gati, se ashtu nuk ndodh ajo. Jo, njerëzit duhet motivohen dhe duhet të dalin dhe duhet ta kërkojnë dhe duhet të luftojnë për ndryshimin. Pastaj sa qyshtek kjo është tjetër punë. Këtu me mua është dhe një aktiviste jashtëzakonshme, Alida Oeshi, e cila do të thotë dy fjalë. Artistja, patjetër. Prej ditësh. Një ndër problemet tona është se kemi më shumë analistë se aktivistë. Ne i mpim njerëzit duke qëndruar për studio televizive dhe duke i thënë çka ka vendosur Amerika për Ramën. Ajo që secili intelektual i Shqipërisë duhet jetë të sanksionte, është njerëz qohuni, protestoni se këta po na vjedhin jetën, këta kanë qindra miliona euro në llogaritë e tyre, ndërkohë që ne jetojmë në varfëri. Kjo do të ishte ajo që çdo intelektual i Shqipërisë do duhet t'ju thonte sot njerëzve. Jo çka ka vendosur Amerika për ne, po çka do vendosim ne për fatin ton. Që të prezantojmë, vajzët, të prezantojmë çfarë arti e ushtroni? Unë jam Arinda Leshi, jam aktiviste, jam pjesëtare e Shqipëria Bëhet. Prej disa ditësh qëndroj bashkë me grupin këtu para kryeministrisë. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë. Pra, Faleminderit zoti Rakipi. ne do të jemi në lidhje vazhdimisht aty, Tu jam unë. aty je, patjetër. Falenderoj shumë dhe do të komunikojmë. Hajde. Ndahemi me zotin Lapaj. Kemi dhe një çështje tjetër që është po shumë e rëndësishme. Berisha i ka intensifikuar sulmin tani për rrëzimin e Ramës. Orët e fundit, 24 orët e fundit, fill pas vitit 3, sa po mbaroj ngrenë e gjerit e gjitha këto preçiben, ritualet e vitit 3, është shpejtuar. Ja le të ndjekim sinkron që të hymë në atmosfera dhe të diskutojmë dhe pak këtu dhe të ikim dhe nërën për shpitë tona pasë. Foltoni. Shembja e parë, dominoja e parë e shembjes së kryer narkoregjimeve ra në Venezuelë. Tjetra do të jenë në Kolumbi, tjetra do të vinë në Shqipëri. Rama nuk ka shpëtim. Kam kaq kohë që po kërkoj atë pyllin orbital, po nuk po e gjej. Nuk po e gjej se kam paguajt vetë. Kuptoni apo sot në Shqipëri gjen, domethënë, njeriu po ta studioj kështu si filozofi, më të mytin botë të filozofia nuk e shpjegon dot. Ushtria amerikane, qeveria e Shteteve të Bashkuara në një operacion më të përsosurin në histori, arrestuan dhe nxorën sot para gjyqit Ramaduron e Venezuelës. Pse ky është Ramaduro? Sepse ky, një lloj si Maduro, ka shtruar zgjedhje të farsë elektorale, mandatet e tij qëndrojnë mbi krimin, ka marrë mandatet opozitës. Ky është një lloj si Maduro, sepse ky është i lidhur direkt me kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Natyrisht, do t'i them këtu se ne nuk presim që forcat Delta të zbarkojnë në Surrel, se do zbarkojnë Deltat tonë. Ja ku i kemi Deltat që do zbarkojnë në Surrel. Ja këtu i ke Deltat rrallë. Ta Delta që ke këtu përpara pritin Surrel sa po të marrin urdhrin. Atje do i kesh. Pra, preç nga foltoria sot me ishtim. Pastaj unë. Do më lëshma, e mirë, Po të fillosh e tani, se shiko, duke që kërë bërë pushim. për një opozit Falë. serioze.
ka 500.000 vota mbrapa edhe kemi të bëjmë me gjithmonë me një tubim i cili pavarësisht nga mënyra se si është zgjedhur, përfaqëson diçka. Është një eksperiencë që e çadrave që është bërë nga PS-ja në fillim, pastaj u bë nga Lul Basha, dhe tashti Berisha ka zgjedhur mënyrën e foltores në një farë mënyrë për të mbajtur të karikuar elektoratin e vet. Mos harrojmë që jemi vetëm 6 muaj, 7 muaj mbas zgjedhjeve ku u humbën zgjedhjet, dhe është pak e vështirë në mandatin e 4 të mbash të bashkuar njerëzit, të mbash të unifikuar njerëzit. Kështu që unë e shikoj si një taktikë të tij pa shumë kosto dhe me një mënyrë për të mbajtur të bashkuar elektoratin e vet. Si do rezultoj kjo? Mbetet për të parë zgjedhjet lokale janë afër, megjithëse zgjedhjet lokale nuk janë tregues i real i mbështetjes Berishës. Më bëri dhe të çdo partie, më bëri përshtypje diçka që lexohet te Luciano Boshi, shpresoj mos jetë vërtet tërheqja nga reforma territoriale. Është një gafë që e kanë bërë edhe në 2013-2014, gjë që i shohin humbje, sepse kjo reformë territoriale e bëri ndarjen siç i interesonte Partisë Socialiste. Dhe shpresoj që fokusin kryesor të luftës ta zhvendosin në parlament. Parlamenti është tribuna më e mirë për të shfaqur idetë e tua edhe për të diskredituar kundërshtarin, nëse është ky synimi i Berishës, por edhe për të hedhur alternativën tënde. Alternativë të cilën unë nuk e shoh ende te opozita shqiptare, dhe kur them opozita shqiptare kam parasysh Berishën, nuk kam parasysh qeflin të opozitës që i teket çdo njeriu që lexon në Facebook edhe të krijojë nga një opozitë, ose se ka pas qenë edhe një të sheshi Taksim, mbaj mend në Turqi, edhe ai ndeti përpara rinte në këmbë. Nuk e di sa ndeti, pastaj e mori policia e ta iki, tha se kaq është jo punë. Nuk mund të rish me çadra si gabelët përpara institucioneve, pa pasur një ide se ku do shkosh, edhe pa pasur një përkrahje në vota. Kjo është kryesorja. Berisha e ka, dhe ka zgjedhur për mendimin tim rrugën më inteligjente për të mbajtur të bashkuar një elektorat i cili për mendimin tim është i traumatizuar. Dhe është një mënyrë gjithashtu për të zhvlerësuar partit, ose në saktë qefrit e partive, dalin sepse në këtë moment është shumë e rëndësishme të mbahet e bashkuar partia. Mos harrojmë këtu një strategji të zbatuar edhe nga Partia Socialiste. Për shembull, kur humbi Edi Rama, doli lëvizja për mendimin ndryshe, ai e goditi në mënyrë të egër, në mënyrë që të mbante të bashkuar partinë. Ishte traumatizuar, ose janë pas humbjeve të 2009-s. Kështu edhe më vonë e kemi këtë lloj strategjie. Shpresoj të funksionojnë, sepse vendi realisht ka nevojë për një opozitë të fortë. Pra, kjo ishte foltoria e ditës sot, me si thëmë, po do kërkon qeveri teknike, që ka kohë që ka shpallur të gjë, por dhe Sali Berisha thotë që kjo arrihet me protesta. Pa a ka fuqinë Partia Demokratike të imponojnë Edi Ramës qeveri teknike? Ajo që tha Lapaj, që në qoftë se ne rrim aty dhe thojmë kryeministrin nuk lëvizim për një javë, bie qeveria, mendoj që mund ishte një mënyrë imponuese. E tha precis, një prani e madhe njerëzish, 50.000, 100.000, dhe aq më tepër po të ishte permanente përballë kryeministrisë, sigurisht që do krijonte një tension shumë të madh që mund të çonte terrorizimin e qeverisë. Nuk besoj se ka qeveri që reziston një turme shumë të madhe, aq më tepër një destabilizimi në rang kombëtar pastaj nëse marrin pjesë qytetarë nga gjithë vendi, nga gjithë Shqipëria. Në qoftë se do ketë vetëm protesta, manifestime të tilla si këto që ka bërë tani opozita, sigurisht që nuk ka pse arsye që ne të shikojmë rrezimin e qeverisë aty. Dhe mungesa pjesëmarrjes në protestat e opozitës është pikërisht për këtë arsye, sepse deri tani kanë parë manifestime. Nuk kanë parë që ka një rezultat dhe mund të ketë një plan konkret se si do rrezohet qeveria. Një rezistencë konkrete se si mund të rrezohet qeveria. Prandaj ajo që bën Lapaj aty është gjëja që duhet ta bënte PD-ja në fakt, që ka fuqi më të madhe se sa një parti e re. Po, dhe pastaj shkreti.
Momenti më i fundit që ne mbajmë mend ndikimin e faktorit ndërkombëtar mbi demokracinë shqiptare ka qenë çadra e famshme e Lulzim Bashës dhe pastaj negociatat për një qeveri teknike 6 mujore përpara zgjedhjeve. Që nga i moment e më këtej, gjithmonë faktori ndërkombëtar ose ka heshtur ose ka qenë në suport të qeverisë dhe të kryeministit Rama. Në këtë pikpamje, në protestën e 8, të themi të sotshme, foltoren e sotshme të PD-s apo në atë që bën lapaj për një muaj, duket që zhgënjimi i njerëzve nga mungesa e rezultatit të protestave është i dukshëm. Dhe për këtë arsye, këto lloj protestat mund të vazhdojnë një herë në javë, ndoshta mund të shpeshtohen, por përsëri numri i njerëzve nuk është tregues real i pakënaqësisë së popullsisë, pra edhe të votuesve të PS-s, edhe njerëzve të distancuar nga partitë, edhe të militantëve të partive opozitare. Vetëm një ndikim nga jashtë, nga faktori ndërkombëtar, mund të galvanizojë daljen e protestuesve përpara kryeministrisë, pra rritjen e numrit atyre që ne themi duhet jenë me mira në shesh për të protestuar. Në këtë gjendje duket pak e vështirë që protestat e vazhdueshme përpara kryeministrisë të ndikojnë në një vendim të kryeministrit Rama apo qeverisë socialiste për të bërë një ndryshim. Në këtë format mund të vazhdojnë pafund dhe nuk do kenë një ndryrje nga jashtme, shiko. Qofse ne do shikojmë që këta nuk janë komod, më fal presh. Nuk rrin komod drejtuesit, ata që duan ta udhëheqin protestën. Nuk shkojnë në shtëpi, të flenë gjumë aty të marrin makinë të parët. Po, Anton, por... Qofse ata rinë aty, si shirë lapaj aty, njerëzit do fillojnë të shtohen. Përmendi preshi atë, në 91-shin, filloi protesta studentore dhe grevës së urisë. Pastaj rikonin studentët. Rreth grevës së urisë u bashkuan 100.000 veta që udhëzuan bus. Komplet kohë tjetër. Pastaj rreth grevës së minatorëve të Valiesit u bashkuan 100.000 tjerë që udhëzuan qeveria. Ishte kontekst tjetër, por në rast se pra kishte një sakrificë që po bashkohen njerëzit. Në rast se po nuk sakrifikohej asnjëri, nuk bashkohen njerëzit. Po në rast se në protestat e mëparshme ka pasur masivitet në opozitë dhe e gjitha bazoi në raportin që kishte opozita me njerëzit, në denoncimet që bënte opozita për skandalet qeverisë, por prap ngelte në gojën e opozitës, në këto raste ne nuk kemi më vetëm opozitën që denoncon apo median që denoncon skandale. Ne kemi dhe spakun që tregon tash me fakte se çfarë ka bërë kjo qeveri. Dhe ky duhet ishte një arsye më tepër për të dalë njerëzit. Njerëzit ndihen akoma të zhgënjur, të pamundur, pa shpresë që mund të ketë një ndryshim. Prandaj them vendosmërinë të liderit. Prandaj po them që ndoshta vetëm një ndikim nga jashtë nga faktor ndërkombëtar amerikan apo europian mund të ndikojë në masivitetin e njerëzve në protestë. Ta vazhdoj aty, thotë Andi, unë thash edhe pak më përpara që situata në Shqipëri është e tillë, domethënë që për shkak të thash edhe një herë të ndërvarësive që ka krijuar Shqipëria demokratike me partnerët europian dhe amerikan, dhe një zgjidhje nëse vjen për zgjidhje vjen nga ata. Nuk ka sot situatë këtu, se unë mendoj që shqiptarët janë shumë të zgjuar, e kam si tezë, që asnjëherë s'gabojnë as në votim. Kanë intuicion. Janë të zgjuar, po, shqiptarët. Shqiptarët janë mesatarën e tyre, mesatarën, është edhe shkencore kjo, vetëm shqiptarët dhe tjerët. Mesatarën e gjykimit janë normal. Nuk është e vërtetë se shqiptarët kanë frikë, është mashtrim, është gënjeshtër. Nuk kanë nevojë për shumë thirrje, kur e din vetë se duhet, kur e din vetë pse, kur e din vetë se ku, s'ka nevojë për thirrje, nuk është e vërtetë se nuk e din çfarë po ndodh. Shumica edhe me sondazhe ka një shumicë që është kundër qeverisë Ramës, por ka një problem në Shqipëri, që është problem shumë i madh, që për atë shqetësimin e madh që kanë shqiptarët sot për korrupsionin dhe për krimin, atë po merret drejtësia. Drejtësia nuk po bën dallim dhe s'ka për të bërë dallim. Dhe këtu tani opozita ka i probleme, që opozita e ka barutin e lagur, i themini, për shumë arsye që i kemi thënë 100 herë dhe s'kam qef mi përsërit. Mos mendoje kush do të thënë që me qenë se po dalim e po themi parulla, edhe e tjerë njerëzit po vërshojnë. Ata njerëzit e duan shikojnë se kush, pse, qysh, kush është alternativa. E thash dhe një herë. Kartën morale të këtë. Pa tjetër, dhe këtu pastaj e tha dhe Hila, e tha me drejtë dhe janë vetëdijshëm, të Partisë Demokratike janë vetëdijshëm për atë që fuqinë që kanë tani, edhe për
kontekstin në cilin zhvillohet kjo betejë, dhe synimi i tyre është që të mbajnë, si më thënë, karikuar një numër mbështetësis. Aqë sa tjenë mundësisht të rritë në mbështetës. Dhe një pyetje kam. Ma sqaro këtë zgjuarsin, po themi, të njerëzve. Okej, nuk shkojnë të protesta e PD-s, nuk shkojnë të Lapaj, nuk shkojnë të Sheja, okej. Në Vlorë i lanë 5 ditë pa ujë. Pse dolën vetëm 30 veta para bashkismë dhe nuk doli gjithë Vlora atje të protestonte? Më thu dhe shemë, unë duke thënë gjaret më dha, nuk janë duke hynë dhe unë... Kjo është direkte për njerëzve, nësë është më pjesë ujë, 5 ditë pa ujë. 92, 96, 97, 2001, 2004, kam qenë dhe vetë këto 2004, kishte masivitet, sepse kishte një arsye, kishte një kaos, kishte një shpresë, kishte një perspektivë. Njerëzit nuk kanë kohë për të humbur. Po janë protesta politike që po thua. Po them, kjo është direkt e njerëzve, në reagim direkt qytetar. Se nuk dilin në Vlorë, protestonin për rimin kafineve. Ka, sepse reagimi qytetar gjithmonë ka nevojë për një organizim. Për shembull, vetëm te armët kimike ka pas spontanitet dhe tek një lëvizje studentore para 2 vjeç. Herë tjera ka nevojë se ne s'kemi sindikata, po rolin e sindikatave në një farë mënyrë kanë marrë partitë politike. Por partitë politike janë këto që thash pak më përpara. Nuk mund të... Se shiko që ndodhë këtu, për shumë. Rama... Do të që ato protestës armëve kimike ka nikur gjithë jashtë. Rama, për mendimin tim, i ka shgënjur partnerët, edhe me kaq sa ka dalë këtu, sepse edhe në qëse aji akoma nuk ka dalë, se është i përfshirë vetë direkt në një aferë, fakti që ka shumë njerëz, që aji ka zgjellë, janë përfshirë në afera të rënda korruptive, dhe më kjo është një njohë dhe një minus i madhë për liderin. Dhe ajo duke që aji i ka shgënjur partnerët. Por tani partnerët këtu, thonë që të vazhdoj një herë, ajo drejtësia e të maroj punë me radhë, me gjithë. Edhe nuk, këtu tani qa bëjmë? Këtu bëjmë paralele pa sens. A ka një shtetë, për shumë, ne kemi folë për zgjedhje këtu, cili shtetë në Evropë dhe SBA nuk i kanë njohë zgjedhjen në Shqipëri. Bëjnë paralele me Venezuelën. Gjithë bashkimi evropian, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe gjithë vendet demokratike të botës, jo vetëm si kanë njohë, por kanë denu Madurën. Tu ka pas probleme mjaft zgjedhjet, ose bëhe, po asë një shtet nuk është shprehur për të mos i njohur. Kanë ardhur 2 herë këtu, kanë ardhur 2 herë udhëheqësit e shtetit këtu në Tiranë. Kanë ardhur, pra tani, o duhem të nërtojmë narrativa realiste që njerëzit binen, se po të nërtojmë narrativa, në më thënë, fantasmagorike, sa ashtu nga pëlqen, që nuk gjenë shtetet të një krahasim, ose të një realitet i caktuar, atëherë këtu jemi vetëm për të kaluar kohën. Duket sikur s'pak po i bën dhuratat zoti Ila të një pasnjëshme opozitës. Muajt e fundit, duket dhe një kohësisht sikur s'pak ka shënjestruar qeverinë. Opozita duket sikur nuk po përfiton dot nga këto. Nga gjithë kjo qasje, themi, nga këto ngjarje. Po ka një dilemë këtu që ne kemi shtruar shpesh në studio, po më që ti je rishta si thuash, E i rinë në këtë. Duhet ta bëj këtë pyetje. Edhe faktin që nuk përfiton, pse nuk përfiton dot opozita? Nga këto, se janë rastet arta, që i jepen, për shembull në një vend tjetër, në një opozitë tjetër, ne shpesh kemi diskutuar këto, do të ishin kushte të jashtëzakonshme për të nxjerrë përftime shumë të mëdha. Dhe më tej pastaj te kjo. Këto goditjet, pse mendoni po ndodhin pikërisht tani dhe një trimërim dhe intensitet i lartë? Shiko, unë mendoj që marrëdhëniet që kanë Shtetet e Bashkuara me qeverinë Rama janë thjesht marrëdhënie interesi, po i kanë edhe me Francën dhe me Gjermaninë këto. Domethënë janë shumë të ftohta tash për sa i përket çështjeve të drejtave të njerëzit, të korrupsionit. Nuk është se ju prishet shumë gjaku që ka korrupsion. Dhe po e tregojnë qartësisht. Po pra, duan thjesht një aleat i cili nuk ju krijon probleme në rajon, është i bindur ndaj urdhrave të tyre, është një njeri që është në gjendje ta mbajë nën zap situatën brenda vendit. Ju intereson ky njeri dhe po ta shohësh marrëdhëniet e Shtetet Bashkuara me Ramën janë në këtë pikë. Janë marrëdhënie të ftohta, domethënë nuk ka dashuri, por ka interes.
Por këte e kanë edhe me Francën, me Gjermaninë, me gjithë Europën perëndimore. Tani, përsa i përket kësaj të goditjeve të SPAK-ut. Problemi i goditjeve të SPAK-ut, unë mendoj që ka rrahur shumë majtas. Do të thrasin, sa godasin në një titular majta, sot thrasin Fatmir Mediun, hajde për gërdecin, i thonë një herë në pyetje. Është vetëm skenografi e gjitha që bën. Nuk është se kanë goditur, përveç Ilir Metës, në qoftë po dhe ai është një degëzimit majtës, nuk është se është... Pra, nuk është se e kanë goditur Berishën ose atë Mediun. Gjithë ditën rrugëve i ke, dalin jashtë, marrin pjesën, për... Mendoj që ka këtë, pse nuk ndodh ajo masa kritike e protestës, e revoltës, sepse edhe krahu tjetër ka histori shumë pikante me korupcion në të shkuarën e vetë. Dhe pavarësisht se është në gjendje, as është në gjendje t'ja vërtetoj SPAK-u, për profesionalizmin e cilit, me thënë të drejtën kohë e fundit, kam filluar të kem dyshime të mëdhaja. Opinioni publike di që dhe ajo qeverisje ka pasur korupcion dhe korupcion të madh bile, duke filluar që nga rruga e Kombit e duke vazhduar me tjera. A ka pasur arrestime në atë kohë? Ka pasur, janë arrestuar ministra, janë arrestuar zëvendës ministra, kryetar bashkish, tjetër se nuk kanë pasur këtë popularitet që kanë tashti, por ata mbi të gjitha i godet imazhi që kanë dhe jemi duke folur për figura të cilat kanë 35 vjet në politikë. PD-ja nuk ishte në gjendje të rigjeneronte, gjë të cilën po e bën Rama në krah tjetër, nuk po rigjeneron, nuk po nxjerr figura politike, po nxjerr vetëm administrator të ministrit. Të panjohur dhe... Por është në pushtet dhe e ka këtë luks. Nuk duket shumë. E ka këtë luks. Për këtë arsye. Plus që Rama ndjek atë metodën, domethënë one man show. Është ai që e bën show në gjitha. Ndërsa Berisha nuk arriti të gjeneronte figurat e reja politike që të bënte që edhe PD-ja të ishte atraktive për një. Është një mundësi art në opozitë, ta bësh këtë, ta kryesh këtë proces. Po Berisha përderisa dorinte vetë aty s'kishte pse të merrte. Ky proces o kryhet në opozitë, nuk kryhet në pushtet, rigjenerimi i partisë. Rigjenerimi i partisë nuk bëhet në varet kush është në opozitë. Në pushtet. E bëri me Lulbashën, u mor vesh që ishte ai mbas kuintave, nuk ja doli ta bënte të besueshëm Bashën dhe tashti hyrën edhe paranoja dhe jemi në momentin që Berisha nuk ka më dhe kohë që të rigjenerojë Partinë Demokratike. Dhe unë mendoj që gjithçka do vej drejt shuarjes, derisa Rama të shkërmoqet vetë. PD-ja nuk kam fuqi ta shkërmoqë Ramën. S'ka. Jo, s'ka. Dhe nuk profiton dot edhe gjithë nga Nuk profiton. mundësitë arta që më fal. Mundësitë arta që SPAK-u. Dy zëvendës kryeministra të përndjekur nga SPAK-u. Njëri të është arratisur. Ministra. Tani, më fal, ku qëndron morali këtu? Një është arratisur, e shante e kërditi, pastaj e ka marrë si flamur. Këtë. S'do që di që po e dënua Ballukun, nesër ta marrin si flamur Ballukun. Nuk shkon kjo është. Kemi thënë të çdo Partisë Demokratike që vjen kryet Partisë Demokratike me zgjedhje të lira, një lider i ri e mund Edi Ramën. Dhe çdo lider që den kryet Partisë Socialiste, duke qenë Berisha kryetari i PD-s, fiton ai PS-s. Pra, kushdo që dalë. Po një lider tamam, lider me zgjedhje pilotuar. Me zgjedhje të lira, drejtat barabarta, kështu po them. Jo të pilotuar. Për shembull, sikur t'ishte se e përmendin shumë, t'ishte Oldashi, do ishte një problem i madh për Ramën. Rama s'e merrte dot mandatin e 4. Sepse ishte një njeri i cili kishte profilin e vet, karakterin e vet, kishte shumë të dhëna prej lideri. Mandatin e 4, që se quhet zgjedhje 2025-s. Po të mos prishi PD-ja e merrte Basha. Duket që pozitat e qeverisë, edhe me këtë opozitë ne kemi preç, duket që pozitat e qeverisë janë të dobësuara, të Ramës të më thënë në këtë rast. Ka zëra që kabineti qeverisar do të ketë ndryshime rrënjësore. Dhe të thonë deri në fund të këtij muaji. Po. Madje do. A mund të ndihmoj? Është edhe kryeministri as zgjedhur. Jo. Vetë qeveria. Qeveria po më? Qeveria po. Thashë mos të kryeministri. Jo. Vetë qeveria, vetë Rama, do të bëj një gjithë... Po patjetër do një rifreskim, qeveria. Si e mendoni? Ai sa... Më falë. Vazhdo.
këto truket mund të bëhen, por nuk kanë asnjë vlerë, mendoj unë, se S'kan të produkto dhe. përse qartë tani që problemi është Rama. Në çdo gjë që na del, problemi është Me Rama. nuk ndihmojnë. Qofse ai vendos të dalë në plan 2 vetë, të bëjë si Kazinski në Poloni, për shembull, ose si Noriega në Panama, me që përmendëm, po, që të vënë një kukull dhe të... Një test është se si do sillen me dosjen e zëvendëskuar ministres. Ky është një test i parë, pra. Si do përballen me SPAK-un dhe me GKO-n në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, po është e rëndësishme për të parë se si do sillen, sepse ky është momenti për të kuptuar nëse realisht do përballen me SPAK-un apo do të tërhiqen nga lufta me SPAK-un dhe GKO-n. Se ristrukturojnë qeverinë, bën një qeveri tjetër, do të thotë që këto ish Po, duke. që të bëjë një qeveri tjetër, duhet të largojë politikisht. zëvendëskuar ministre. Qeveri Rama... Po nuk e godet si deputete, gjëra kështu ndoshta gjëra të tilla. Ne nuk e dim, por ka zërat fuqishëm që ndodhë. Këto zërat që dalë një po do të ketë një qeveri tranzitore 12 mujore dhe pastaj të bëhen zgjedhje të lira dhe pastaj. Jo, këto më janë biseda kafeneje, që shpinohen për kafene. Se kanë fare të këto. publik. E kam të... Edhe kjo pjesa... Pjesë e lapajt në s'ka... Po, kishte një muaj që flite kjo dhe pastaj filloi e tha lapaj publikisht e tha zoti Berisha sot. Por edhe kjo pjesa e ndryshimeve në janar të qeverisë edhe kjo ka kohë që përflitet, pra do ketë ndryshime në qeverie. E rëndësishme është si do sillen përballë SPAK-ut dhe GKO-s me kërkesën për arrestimin e zonjës Ballu. Kjo është e rëndësishme për të parë. I demarkacion kjo ndan shapin nga sheqeri, dhe sillen ndaj drejtësisë ndaj SPAK-ut, besoj unë do thoj nuk do kenë fuqi që të pengojnë, sepse nuk e kanë atë sens, mendoja, nuk e kanë. Përsa i përket qeverisë, qeveria tani është bërë, që është vërtet, ajo sapo është bërë, sa u bërë, ajo është bërë në shtator. 5 muaj me shtator? Po kjo nuk do të thotë që mund mos bëjë i bedh. Por, problemi tani, duke heqë në 1-2 që mund të ketë ngella aty që prapë mund të jenë me dosjen SPAK, mund të jenë, si më thënë, paralajmëruese, mund të hetohen, ajo është një çështje tjetër. Tani problemi është vetë kryeministri, a do bëj ai për shembull si e tha dhe Toni. E kanë një kartë në dorë ato për ta losë, për shumë, si që është ajo laburistëve anglesë, Tony Blair. Me Brownin. U largu, me Brownin, dhe fitoj dhe prapë, dhe Brownin që erdi pas ti, fitoj dhe një palëzi. Omri Brownin. Kështu që e kam fjallin që ndryshime në qeveri tani nuk intrigojnë shumë. A e sa po i ka mu, dhe aty shumë janë tri, ato e ka konsumu Rama këtë stilin e ti të improvizimeve, të ekstravagancave, sepse ai, për mendimin tim, po korë frytet asaj që ka mbjell, po korë atë që ka mbjell, sepse ka eksperimentu shumë gjatë gjithë karrierës vetë, në ekstravaganca, improvizime, duke ignoru karrierën politikë. Asnjëri prej nesh nuk është në mendje të Ramës, por normalisht i duhet që nëse goditet Balluku, nëse dosja është e plotë e Ballukut, i duhet që të bëj ndryshime dhe vendosje në njerëzve politikë. Pastaj, numrat ja lejojnë të bëjë çfarë doj. Nuk lejon Ballukun që ta marri, shkon e i vendos me 8 klasë ministrat, edhe po them logjika politike. Shuar, jam dakord, nga përgjithësia politike nga buron, ose nga karriera step by step, dhe ka aty që kanë, ose buron nga një, kur i merr nga jashtë politike, nga një vepër e madhe që si thua është mbron nderin e personit, dhe nuk shkon të një llosët në pushtet, kurse kur improvizimet janë premis për korrupsion, e merr me aplikim, mund të bëhet ministër me aplikim, ose edhe deputet me aplikim. Ka vend botë. Aplikojmë për deputet. Deputeti është finalizimi një karriere, nuk është aplikim. Për du të kesh bërë, kishë gjithë poster. 20, 100 aty, minimalisht 100 janë për menë. Pra, besoj të nërruar të shikues që dorën problemet. Folim për aksionin e para përgatitur të Shtetit Bashkuar të Amerikës në ndërhyrjen në Venezuelë kundër Maduros. Një problematik që në rrjedh pastaj edhe në hynë edhe në punët e fshatit tonë të vogël, po të gjithë botës, lind precedent të rinj, cilë mund të zhvillohen edhe më pas.
Do më thënë mund të ndomë që në Ballkanin që jetojmë ne, ta themi Vučići të pretendoj që mund të marrë Albin Kurtin, ose Zelenski të vejta marrë Putini, ose tjetër. Ose që pjasën aq lartë, Albin Kurtin kemi hall mos na marrë. Albin Kurtin, mas në ndodhë tu. Edhe me të tjerët, edhe me tjerët. Berishën. Ata kemi hall, ata na fikim. Po dhe Edi Ramën, si që thonë, se do opozita doli, sa do merret Edi Rama. Pra, kjo është e pjesë e parë, ligji i gjunglis sa shumë, po ju si e thatë si ligjin tjetër, jo politikës, jo gjungl, jo ligji gjunglis. Në pjesën e dytë ne folëm për hallat tona, Lapa i vazhdon të jetë aty te Sheshi, Skënderbega, aty e liron vetëm në kohë që vjen doktori, bën dhe ai ritualin e vet, vajti shkoi sot e gjitha. Për këto folëm pak a shumë, për të cilat flasim gjithmonë dhe se ne edhe këtë detyrë dhe këtë punë kemi. Zoti Ila, Zoti Zogaj, Zoti Tela dhe Zoti Abilege, faleminderit shumë. Faleminderit. Emisionin tonë, domethënë, për mërmen e sotme, do të takojmë të e njëjtën e ardhshme. Natën e mirë. Faleminderit gjithë.